Këtu është horoskopi e enjte 10 prill 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Jetoj gjërat lehtësisht, nuk dëshiron t'i bësh lajme pozitive këto ditë. Në punë ju duket vështirë, ndryshimet janë të mundshme, por edhe detyra interesante. Demi. Ka shumë për të bërë dhe ata që kanë biznesin e tyre mendojnë se gjërat po ndryshojnë për mirë. Tensionet e kohëve të fundit janë lehtësuar dhe në dashuri keni më shumë mundësi. Binjaket. Informacioni mirë, mos i nënvlerësoni takimet, mund të merrni edhe një detyrë interesante. Kush do t'i rezistoj dot sot dëshirës për të pasur pranë si mik? Gaforja. Ju nuk ndiheni në formë të përsosur, ka të ngjarë që të prekeni nga një mërzi e caktuar, agitacion në marrëdhënie ndonjëherë. Shqetësime për ata që hapin një biznes. Luani. Energjia, por edhe ndoshta shumë tension, shumë nervozizëm. Puna po ecën mirë, përveç disa sherreve të vogla me një koleg. Virgjeresha. Jeni në ankth për diçka. Ju mund të debatoni në dashuri ose të shkarkoni tensionet e lindura jashtë në marrëdhënie. Nëse keni të bëni me një njeri në punë, jini të kujdesshëm. Peshorja. Në këto ditë ka pasur shumë shpenzime, ndoshta edhe për leshje në rastet më të këqija. Do të ishte një turp i vërtet të humbni kohë duke kujtuar dikë që është larguar nga jeta juaj. Akrepi. Dëgjoni nevojat e fëmijëve, të vëllezërve, ka një njeri që kërkon para ose mund të jeni ju ai që qorton ata në familje që shpenzojnë shumë, dashuri në shërim. Shigjetari. Një fillim jo shumë emocionues i ditës. Do të jetë që në këtë periudhë të jeni shumë i zënë me punë ose çështje ekonomike. Bricjapi. Një periudhë shumë e fuqishme, po vjen edhe për ata që duan të provojnë një setup të ri në fushën profesionale. Kujdes dhe durim sepse në fund dita është në anën tuaj. Ujori. Ju duhet kohë për të kuptuar se cilat janë nevojat tuaja, planifikoni të ardhmen në mënyrën më të mirë të mundshme, tani për tani mund të lundroni në sy, këto ditë për kontaktet janë shumë interesante. Peshqit. Ju keni aftësinë për të rigjeneruar veten, dhe nëse ka pasur një zhgënjim ose një vështirësi sentimentale, duhet dhe mund të vazhdoni përpara. Disa probleme në punë, por asgjë serioze, me arsyen tuaj të shëndosh dhe aftësitë e shkëlqyera diplomatike, do të arrini të rregulloni gjithçka. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.